Now, 5 decades after its destruction, the Bali Mosque in the Albanian city of Elbasan has risen from the ashes to become one of the world's most beautiful religious architectural wonders of 2025. The new mosque has been built on the site where the Balizad Mosque once stood, a relic of Ottoman influence from the 17th century. It was one of Albania's most notable mosques until the communist regime ordered it, along with many other religious buildings, to be demolished. And its reconstruction 3 years ago marked a pivotal moment for Elbasan. Omer Saraci reports now from there. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. After many years of being unable to pray at his beloved place of worship in Albania, Sherif Ruçi is excited to return to the Balie Mosque after it was demolished during the communist regime in 1967. The mosque in the city of Elbasan was rebuilt in 2022, and its doors were reopened to worshippers. Sherif, now 76 years old, was 18 when the communists, armed with pickaxes and shovels, destroyed the centuries-old Balizade Mosque to signal the rise of a new doctrine, one that rejected faith and tradition in favor of unwavering obedience to the party state. The mosque's restoration is profoundly significant for the Muslim community of Elbasan. It is an act of historical and spiritual justice. Kam reagjuar edhe tinës gjatë asoj regjimit komunist. Në atë kohë kam mësuar dhe Kur'anin, se qysh atëherë kam mësuar tek një indjer, një hoxh indjer, edhe filluam të lexojmë Kur'anin dhe kam falë edhe taravih vet. Si u ndjeve një 15 vjeçar në momentin që po prisheshe objekti jot i kultit? Shumë e vështirë. Saqë nuk targoj edhe sot e ndjem atë vështirësi, domethënë sepse ka qenë një gjë që ne kishim me besim me shpirt, nuk e kishim me thënë me tashu, po kishim me besim me shpirt. Edhe na edhe shumë keq. Me hapjen e kësaj kemi kënaqësi shumë të madhe. Xhamia re, më se arkitekturë më mirë. Edhe xhamia që ka qenë e mirë, ka qenë shumë e mirë për zonë. Edhe minarja e xhamisë ka qenë më gjata në Republikë. Minarja aq e gjatë. Edhe kur e kanë qem, e kanë se me djegaç. Je lidhën. Na ka ardhur shumë keq. Saqë një pjesë, bile një pjesë atë nga zona jonë u fut edhe në burg. Pse vojt që të fali ke xhamia mas e u mbyll ajo xhamia. The new mosque was built where the Balizade Mosque once stood, a landmark of great architectural value from the Ottoman era, built in 1608. Unfortunately, the old mosque met a tragic fate in 1967, much like many other religious sites during Enver Hoxha's brutal regime. The mosque's reconstruction in its original location, now with a modern design and expanded capacity, it's not only a testament to Albania's architectural revival, but also a powerful symbol of resilience and cultural preservation. Kur ne e hodhëm si ide, pat një fakt që ndanë në dy grupe, një pjesë besimtarë kishin dëshirë që të kishin xhaminë e vjetër dhe grupi tjetër kishin mendim që të kishin një xhami tjetër, një xhami më moderne dhe më afrueshme për besimtarë musliman. Vendosëm që të kemi një xhami që të jetë sa më moderne dhe sa më praktike për besimtarë musliman dhe të jetë pra xhamia e kohës. ArcDaily, the world's most visited online platform for the architecture and design community, has deemed the Balie Mosque the most beautiful religious architecture of the year. The architect Yurtin Hairo shares insights on the dilemmas faced in designing a new mosque versus replicating the old architecture. Për të qenë në fakt më të sinqert dhe për ta respektuar më mirë objektin e vjetër, ne ndërmorëm një vendim për mos ta replikuar atë, sepse vërtet do të ishte e pamundur ta replikonim siç duhej dhe për të gjetur teknikën e duhur, materialet e duhura, ustallarët e duhur, njohurinë e duhur, kështu që ne vendosëm që të qëndrojmë duke respektuar parimet e arkitekturës islame dhe të bëjmë një interpretim i cili do të ishte
më bashkohor. The mosque never looks the same throughout the day, as beams of light travel through the interior's wooden columns, each inscribed with sacred Quranic verses. Koha vet është një parim shumë i rëndësishëm në Islam, dhe ne kemi dashur që nëpërmjet artikulimit në fasad të lejojmë një dritë të kontrolluar, rreze drite që futen në xhami dhe lëvizja e tyre me kalimin e kohës t'i përcjell besimtarve një reflektim mbi kalimin e kohës dhe me shpresë t'i ftoj ata në një reflektim në përbrendshmëri. Beyond its religious significance, the restoration of the mosque is also a key moment for Elbasan's identity. It restores a vital piece of its rich history and proves that culture and heritage can endure even after the darkest periods. Omer Saraci, across the Balkans, Elbasan.